Bashkia Shkodër vijon të zhgënjej në mbajtjen e premtimeve. Projekti për rikualifikimin e rrugicave të zonës së Muzale të Gjuadolit, i cili duhet të kishte përfunduar që në muajin dhjetor të vitit që lan pas, akoma nuk është konkretizuar. Një investim nga Bashkia Shkodër dhe Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, i cili ka vlerën e 365 milion lekë të reja, edhe sot vijon të mbetet në letër. Ashtu siç është parashikuar edhe në projekt, punimet për rikualifikimin urban të 10 rrugicave të kësaj zone historike duhet të kishin nisur që në muajin korrik dhe të përfundonin brenda 6 muajve. Por në fakt, pamjet flasin qartë. Sot pas 6 muajsh, gjithçka ka mbetur në vend numra. Projekti vijon të jetë në letër e përpasoi rrugicat në të njëjtën gjendje. Nëpërmjet këtij investimi, që ka shifrën e plot 365 milion lekëve, Bashkia Shkodër synonte shtrimin dhe idimin e tyre urban në një mënyrë krejt tjetër nga jo ekzistuesja. Duke qenë se disa prej tyre janë të shtruara thjesht me asfalt, ndërsa disa të tjera kanë nisur të amortizohen plotësisht. Bashkia Shkodër nëpërmjet këtij investimi pretendonte jo vetëm për të përmirësuar infrastrukturën, por edhe për t'i dhënë një tjetër imazh me parametra të një zone muzale. Por me sa duket, edhe ky investim është përfshirë në vorbullën e premtimeve boshe, pasi kur punimet duhet të kishin përfunduar, ata akoma nuk kanë nisur. Ndërkohë sipas projektit, ndërhyrja në këto rrugica, përveç se parashikon prishjen e asfaltit dhe shtrimin e tyre me gur të lumit hir në përmasat 15 me 20 cm, të ideuar në formën e pedonaleve të vogla, gjithashtu në këtë projekt është planifikuar edhe ndërhyrja në sistemin e ndriçimit, kanalizimin e ujrave të bardha dhe dyerve karakteristike të kësaj zone.